ajo çfarë mund të themi edhe me krijimin për para 2-3 ditësh të komitetit për hetimin e funksionarëve dhe për konfiskimin e pasurive të atyre dhe që kanë emëruar një zëvendës kryeministër, Arben Fetaj quhet, i cili u shkëput nga Aleanca, sepse tani kemi 3 përfaqësues të Aleancës për shqiptarët dhe ky realisht, për të qenë sinqert, nuk është se ka mbështetje në teren, por që përfaqëson, si thua, nënthojza atë lloj subjekti, ka vendos jo pa qëllim Mickoski këtë, që përmes këtij të godasi shqiptarët, sepse dim ne se aqe gjithmonë kanë qenë selektive edhe hetimet dhe vendimet dhe gjithçka tjetër, dhe gjitha kjo bëhet për të tërheqë vëmendjen nga problemet thelbësore. Dhe problemi thelbësor është mungesa e vullnetit nga shqiptarët, ata cilët janë pjesë e qeverisë, sepse të artikuluara, duhet thënë në daljet e tyre, gjithçka i referohet për qytetarët shqiptarë. Edhe pse duket se asgjë konkrete të paktën nuk është bërë nga ana e tyre, nëse e kanë pushtetin për qenë pjesë ose si kundër janë pjesë e qeverisë. Ato kanë pozita ministrore, por realisht nuk kanë vendimarrje. Dhe jo vetëm ato, në përgjithësi, në këto vite, shqiptarët nuk kanë qenë në pozitat vërtet, do me thënë, udhëheqëse ku do të kenë patur mundësin të vendimarrjes së vërtet, të ndarjes së buxheteve, apo të ndryshimeve edhe të kodit të zgjedhor, apo të ligjeve në përgjithësi. Dhe atëherë kur shqiptarët kishin pak më shumë pushtet, në kohën e para 2-3 viteve, kur BDI i takoi dhe kryeministri për 3 muaj, apo kur kishte numra më të lartë të postërave ministrore në atë periudhë kur LSDM ishte më e dobët, u alarmu bota maqedonase se shqiptarët po na marrin shtetin. Dhe unë nuk them se përfaqësuesit e Vlenit nuk dëshirojnë. Unë nganjëherë them mos qofsh ndoshta në lëkurën e tyre. Padyshim nuk është kjo çështje dëshire. Dhe unë mendoj, sepse ajo çfarë ato duhet të ndërmarrin, është nëse do të mund të unifikohen si një faktor i vetëm, dhe duhet të jetë në 2 pista. Dhe që të dyja mendoj se janë të papranueshme për palën maqedonase. E para është domethënë asaj çfarë i themi vetting, që Ali Ahmeti, absolutisht i lideri më i besueshëm, padyshim në botën shqiptare atje, po kërkon vetting duke u nisur nga vetja e tij. Dhe kjo do të thotë se duhet e njëjta të ndodhë edhe për palën maqedonase. Dhe këtë BDI, apo lideri i saj Ali Ahmeti, kërkon që të fillojë nga vitet 90-ta, se si u nda pasuria e asaj çfarë trashëgonte nga Jugoslavia, ku të gjithë rezultojnë se janë në duart e oligarkëve maqedonas. Dhe pjesa tjetër e strategjisë rimkëmbjes dhe prosperitetit është në ndarjen e buxhetit të drejtë. Jo të kemi një lloj diskriminimi në ndarjen e buxhetit. Dhe këtu është edhe një gabim tjetër i politikave strategjike të partive tona shqiptare, sepse hyn në qeveri për të marrë poste ministrore, dhe jo për të bërë një lloj marrëveshje të detajuar në frymën e asaj se edhe tek buxheti dhe në çdo lloj pike tjetër të qeverisjes së të nesërmes të jem pjesë e barabartë me palën maqedonase. Dhe këto janë ajo çfarë kërkohet në pikën e 4 të non-paperit, por që thelbësorja dhe mbi të gjitha lidhet me atë çfarë quam aspektin i përfaqësimit, që shpreh dinjitetin e një populli, ruajtjen e marrëveshjes së orit, e cila është brenda saj gjuha, e cila aktualisht është ende domethënë në proces dhe është e pezulluar në gjykatën kushtetuese, dhe tani kemi një tendencë tjetër për të vendosur gishtin në plagë të vjetra, që vështirë është për t'i shëruar kur hapet një plagë e vjetër, si thot gjuha popullore, më shpejt shërohet ajo çfarë mund të pësojmë tani se sa të prekim plagë të vjetra, lëndën e gjykatës së Tribunalit të Hagës. Do të thotë se gjykata kushtetuese tani po do të ndërmarrë një nisëm tjetër në Maqedoni, që t'i kthehet një problemi jashtëzakonisht të jetë